Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Parashevisimaku përçante familjet, reagon këngëtarja pas deklaratës së shqipes. Këngëtarja e njohur shqiptare Parashevisimaku ka reaguar pas një deklarate të bërë në një emision televiziv, e cila më pas u përhap shpejt në mediat sociale. Personazhi në fjalë shqipe Hysenaj pretendoi se Simaku kishte mbetur në atë gjendje për shkak se i merrte burrat shoqeve. Në një reagim në Facebookun e saj zyrtar, Simaku nuk e përmend asnjëherë Shqipen me emër, por i quan shpifjet si një rikthim i periudhës së hidhur të diktaturës, ku për të flitej me mlef dhe zili. Këngëtarja thekson se prej 10 muajsh emri i saj është përdorur si tabelqitje nga njerëz që kërkojnë vëmendje përmes të pavërtetave. Ajo shprehet: prej 10 muajsh emri im është përdorur si tabelqitje nga njerëz që përpiqen të tërheqin vëmendje përmes shpifjeve dhe të pavërtetave. Asnjëherë nuk e kam menduar se do të më duhej të reagoja për gjëra kaq të ulta që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Ajo kujton se situata e ngjashme kishte ndodhur edhe në vitet 85-88, ku shpifjet lidhnin sukseset e saj me mlefin dhe zilin. Këngëtarja thekson se publiku i saj e njeh mirë dhe e di çfarë ka dhënë dhe përfaqëson. Sot dua t'ju them vetëm kaq: mua nuk më bëni dot asnjë gjë. Unë vazhdoj rrugën time me dinjitet dhe të vërtetën në krah. Kjo është forca ime. Përfundon Simaku. Reagimi i saj vjen si një mesazh i qartë kundër shpifjeve, duke rikujtuar se dinjiteti dhe e vërteta mbeten më të fortat përballë sulmeve të kota.